Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Sot do të flasim për një pyetje që ka munduar njerëzimin me shekuj. Çfarë është në të vërtetë drejtësia? A është ai ideali fisnik që të gjithë aspirojmë, apo mos është diçka tjetër? Diçka pak më e pamëshirshme. Këtu do të shohim dy këndvështrime totalisht të kundërta për këtë çështje kaq themelore. Pra, le t'i hyjmë temës. Për shumicën prej nesh, kur thua drejtësi, menjëherë të vjen në mendje ajo statuja klasike, një grua me sy të lidhur, me peshore në njërën dorë e shpatë në tjetrën. Këto simbole janë teje të fuqishme apo jo? Ato përfaqësojnë idealet mbi të cilat kemi ndërtuar shoqëritë tona, ligjet, madje edhe moralin ton. Po, a mbaron gjithçka me kaq? Këto janë, le të themi, themelet e idesë son klasike, pandshmëria, pra që të gjithë të trajtohen njësoj. E mira e përbashkët që të përfitoj i gjithë komuniteti, jo vetëm disa, dhe sigurisht pika më thelbësore, mbrojtja e tyre që janë më të dobët përballë të fuqishmeve. Ky pra është ideali i drejtësisë. Po ja ku gjërat bëhen interesante. Mira vjet më parë, brenda Republikës së Platonit, shfaqet një personazh me një ide totalisht shokuese, një ide cinike që e përmbys gjithë këtë koncept ideal. Dhe ai jo vetëm që e thot këtë, por e mbron me zjarr përballë vet Sokratit. Argumenti i tij që e gjithë kjo ide jon për drejtësinë është thjesht një iluzion që fshet diçka shumë primitive dhe brutale. Dhe ja ku e kemi. Ky filozof ishte Trasimaku. Dhe për të, drejtësia nuk është fare koncept moral, as pak, është thjesht një mjet. Ai thotë se gjithë këto fjalë të bukura për pandshmëri e mbrojtje të dobtit janë vetëm fasad. Në realitet, thot ai, ata që janë në pushtet vendosin se çfarë është në interesin e tyre, e shkruajnë në ligj dhe ja e quajnë drejtësi. Kjo nuk është thjesht një këndvështrim tjetër, është një përmbysje totale. Drejtësia për të s'është gjë tjetër veç se vullneti i më të fortit i imponuar mbi të gjithë të tjerët. Mirë pra, si funksionon kjo në praktik? Sepse Trasimaku nuk na jep thjesht një slogan, ai praktikisht na jep një manual të tërë se si funksionon bota. Një manual që bazohet tërësisht te pushteti, jo te morali. Le t'i hedhim një sy rregullave kryesore të këtij manuali cinik. Dhe ja ku e kemi logjikën e tij të ftohtë, të ndarë në 4 pika. E para, forca krijon të drejtën. Ata që kanë pushtetin, ata i shkruajnë rregullat. Ka që thjesht. E dyta, udhëheqësit sundojnë për veten e tyre. E gjithë ideja e së mirës së përbashkët është një përrall, motivi i vetëm i vërtet është interesi personal. Dhe tani bëhet edhe më e zymt. E treta, padrejtësia sjell fitim. Një njeri i zgjuar, thot ai, fiton shumë më tepër duke qenë i padrejtë në shkallë të gjerë. Dhe konkluzioni logjik i gjithë kësaj, pika e 4, të ashtu quajturit njerëz të drejtë janë thjesht naiv. Ata që u binden rregullave në dëm të vetes, sipas tij, janë thjesht budallënj. Okej, kjo është një teori goxha e rëndë, por si do të dukej bota nëse do ta përdornim këtë manual si një palë syze për të parë realitetin? Le të marrim disa skenar konkrete të shohim se si ky këndvështrim ndryshon gjithçka. Imagjinoni pak, një udhëheqës i ri politik, sapo ka marrë pushtetin. Dita e parë në detyrë. Cili është objektivi i tij i vërtet? Si duhet ta përdorë këtë pushtet të ri? E po, përgjigja standarde, dhe ajo sipas Trasimakut janë si nata me ditën. Këtu kontrasti është i jashtëzakonshëm. Përgjigja klasike ka të bëjë me shërbimin ndaj popullit, me të mirën e përbashkët, me përmirësimin e jetës së njerëzve, por manuali i Trasimakut i fshin të gjitha këto si retorik pa vlerë. Për të, lëvizja e vetme inteligjente është të përdorësh pushtetin për të çimentuar pushtetin. Pra, pasuro miqt, bëj ligje që të favorizojnë ty dhe quaje këtë drejtësi. Ky citim e gozhdon iden. Ky është zëri një udhëheqësi që luan sipas rregullave të Trasimakut. Çdo fjalim për të mirën publike apo drejtësi për të gjithë është thjesht teatër për masat. Qëllimi i vërtet, ai racional, është të forcosh pushtetin dhe të shpërbles ata që të ndihmojnë të qëndrosh aty. Le të ndryshojmë fush. Të shkojmë te biznesi. Një qeveri nxjerr rregulla të reja të kushtueshme, zyrtarisht për të mbrojtur publikun, por këto rregulla e ulin fitimin. Si duhet të reagojë një pronar biznesi i zgjuar? Edhe këtu kemi dy rrugë totalisht të ndryshme. Rruga klasike është bindja, përshtatja me rregullat e reja. Por rruga e Trasimakut i sheh këto rregulla si thjesht një lëvizje në një lojë më të madhe pushteti. I forti, pra qeveria, po përpiqet të marrë diçka. Lëvizja racionale,
Mos u bind verbërisht, por mposhte sistemin, gjej boshllëqet, shfrytëzo dobësitë, korrupto nëse duhet, mbroje interesin tënd, fitimin. Dhe ky mendim e përmbledh tamam këtë logjik. Nga ky këndvështrim, përgjegjësia etike është për ata që nuk e kuptojnë lojën. Lojtari i zgjuar e di që rregullat janë thjesht diçka që i forti imponon të dobnit. Qëllimi yt nuk është të bindesh, por t'i gjesh anën për të mos u dëmtuar. Tani, le të shkojmë në zemër të sistemit, në sallën e gjyqit. Jeni në një betejë ligjore. Ekziston një detaj teknik në ligj që mund t'ju jap fitoren, por që është haptazi e padrejtë për palën tjetër. Çfarë bëni? Dhe kjo na çon te thelbi i dilemës. A është ligji një mjet për të gjetur drejtësinë apo një mjet për të fituar? Idea klasike fokusohet te drejtësia, te fryma e ligjit, por për Trasimakun, kjo është naivitet. Sistemi ligjor është thjesht një arenë lufte, dhe në luftë ti përdor çdo armë që ke në dispozicion për të fituar. Kjo është deklarata më e pastër e mundshme e filozofisë së Trasimakut. Në praktik, hiqet dora nga çdo pretendim morali. Gjykata nuk është vendi ku gjendet e vërteta, është vendi ku vendoset kush është më i fortë, kush ka avokatin më të mirë, kush i përdor rregullat më me zgjuarsi. Fitoria është vetmja drejtësi që ka vlerë. Mirë, pas gjithë këtij cinizmi, është e lehtë ta shohësh këtë si një filozofi thjesht dashakeqe dhe ta hedhësh poshtë. Por po ta bënim këtë, do të humbisnim vlerën e saj të vërtetë. Çështja këtu nuk është që ta pranojmë këtë si mënyrë jetese, por ta kuptojmë si një mjet analitik. Le të jemi absolutisht të qartë për këtë. Qëllimi këtu nuk është të themi se Trasimaku kishte të drejtë, apo se kështu duhet të veprojmë. Absolutisht jo. Kjo është një recetë për një botë brutale, egoiste dhe pa pikë morali. Megjithatë, vlera e saj qëndron pikërisht këtu. Është një mjet i fuqishëm, edhe pse i pakëndshëm, për të hequr maskat. Na detyron të shohim përtej fjalëve të bukura dhe premtimeve boshe. Na jep një lente për të analizuar motivet e vërteta që fshihen pas veprimeve të politikanëve, korporatave dhe qeverive. Dhe kjo na sfidon të gjithëve. Na sfidon të shohim përtej justifikimeve zyrtare për çdo ligj, rregull apo veprim. Herën tjetër që dëgjojmë për një ligj për të mirën e përbashkët, apo për një kompani që flet për përgjegjësi sociale, kjo lente cinike na shtyn të ndalemi një moment. Dhe të bëjmë gjithmonë një pyetje të thjeshtë, por jashtëzakonisht të fuqishme. Kush është pala më e fortë këtu? Dhe kush përfiton realisht? Pavarësisht nëse analizojmë politikën, biznesin apo marrëdhëniet ndërkombëtare, kjo pyetje mund të zbulojë gjithçka. Qëllimi nuk është të na kthejë në cinik, por të na bëjë më të mprehërt, më kritik dhe më të vetëdijshëm se si funksionon bota. Pyetja që mbetet është pikërisht kjo: kush përfiton?